Thënie të mençura nga mendimtari lashtë antik Aristoteli. Aristoteli ishte filozof, shkencëtar dhe studios I logjikës. Citojmë disa prej thënieve të tij. Kush ka zgjedhur të bëjë keq, nuk rri kur pa gjetur një pretekst për ta bërë. Dashuria është një shpirt I vetëm që jeton në dy trupa. Melankolikët janë më të zgjuarit mes njerëzve. Nuk dashuron vërtet ai që nuk dashuron pa rreshtur. Aty ku aftësitë tua përkojnë me nevojën e botës, aty është thirrja jote. Natyra nuk bën asgjë të kotë. Ligji është inteligjencë pa pasion. Edhe hyjnive u pëlqejnë të bëjnë shaka. Edhe kur ligjet janë shkruar, nuk është se duhet të mbesin të pandryshuara. Së pari duhet të jetosh, pastaj mund të filozofosh. Studimi është investimi më I mirë për pleqërinë. Fatkeqësia shfaq miq të rrim, kurse koha I shfaq të dy llojet e miqve. Kultura është një stoli në fatmirësi e një stre në fatkeqësi. Disa protestojnë se duan barazi, kurse ata që kanë arritur barazin protestojnë se duan privilegje. Të qenët I parësyeshëm është një e drejtë njerëzore. Filozofia është përgjigje ndaj një habie. Njeriu meriton lëvdata apo çortime, vetëm për gjërat që mund të zgjedhë të bëj apo të mos bëjë. Veprimi I përket të tashmes, shpresa të ardhmes, kujtesa të shkuarës. Cilësia e parë e stilit është qartësia. Njeriu është nga natyra një kafshë politike.